si pas Oreksit. Mbretëri, diktaturë, presidencë në demokraturë, si që ishte ajo e Bufit parë, që futi në burg kryetarin e opozitës, shpata ishte aty dhe përdori për qëllime politike. Vriteshin ministra, pushkatoheshin, vareshin, internoheshin, sakatoheshin, po asnjëherë nga një prokuror, nga gjykatës i pavarur, nga i pari. Sot ka ndryshuar. Kush e ndryshoi? Kush e ndryshoi? Stamo Dumo e ndryshoi. Këtë i kupton mirë shumica e popullit. Ky është problemi i madh me ata që i thonë vetes analistë, që janë shëmbulltyrat më kuptimplota të kënetës, për të cilën u flas, të ujit të ndënjur, që kanë vite e vite që rrinë, shajnë, mallkojnë, e kërkojnë revolucione imagjinare. Populli, shumica kupton pikërisht këto që po flasim. Prandaj ne fitojmë. Dhe prandaj do fitojmë prapë. Dhe prandaj ti, Niko, do ndihesh i humbur për arsyeën e thjeshtë se ti bashkë me Klajdin, bashkë me Yllin, bashkë me Gjildën, bashkë me këtë Valbonën, Gjeku, Brunu Rukun dhe Bedriun, jeni në vendin e gabuar, jeni të lidhur me kënetën, pasgjithshmërisht deri tani, zgjidhuni nga këneta, bashkohuni me ne dhe ndjeni ndryshe, do merrni frym më lirisht, do ju duket Shqipëria ndryshe, kupton? Një herë ju kam votue e nuk ju votoj ma kurr. E drejta jote, s'ka si problem. Bravo se unë gjallë një herë komunistat se demokratët kanë ikë në Evropë, ja, edhe këtë, po këtë e kështë digju në herë ju, që në Shqipëri kanë ngel komunistat, demokratët kanë ikë në Evropë. Kanë ikë në Europë se nuk presin t'i qoj ky unë, do më thënë me mashtrimet e tia. PS-ja lisi thatë, thot dikush tjetër. PS-ja është përtej të majtës dhe të djathtës, do me thënë të marrin vesh pensionistët e majtë që votojnë PS-n si partije e majtë, se PS-ja nuk është e majtë, po është partije Sorosit dhe oligarku ndërkombëtar, me qëndër mendimi jo në Shqipëri, po diku largë më Shqipë se kaq nuk ka. Në fakt, më budallëk se kaq nuk ka ti as quhesh. Profil falco i kënetës, kuptohet. Do më thënë, më budallëk se kaq nuk ka. Shqip, po budallëk. Unë, kur them duhet shkojmë për tejt majs dhe djas në 11 maj, do të thot që votusit duhet shkojmë për tejt majs dhe djas. PS-ja është parti e qendrës së majtë. Është parti socialiste në emër, progresiste në program, dhe pa tjetër që kur unë bëj thirrje nuk e kam për votuesit e majtë. Dhe të qendrës majtë se ata e votojnë PS-n. Dhe do ta votojnë PS-n. Dhe ata janë garantët e shumë gjërave në Shqipëri. Duke filluar nga drejtësia.